Imagjino sikur të vjen goja erë ose të vjen djersa shumë erë. Dhe ti je i vetmi që nuk e di dhe nuk e kupton. Njerëzit e tjerë afër teje kanë siklet, por nuk të thonë dot, sepse është një çështje tepër e sikletshme që njerëzit kanë vështirë të thonë. Imagjinoj këtë tani në rrjetet sociale, që mënyra se si komenton, fjalët që përdor dhe si shkruan është e barabartë me një djers të rënd ose me një erë goje tepër të rënd. Dhe njerëzit e kanë tepër të vështirë të tregojnë, megjithse mund të bllokojnë, mund të fshin komentet, pra zgjedhin të largohen prej teje njësoj, të mbajnë larg njësoj siç ndodh edhe në jetën e përditshme kur kemi këto probleme me erën e gojës apo me djersën. Ashtu si në jetën e përditshme, ne kujdesemi për higjienën e gojës ose higjienën e trupit dhe sigurohemi që përdorim antidjers ose kemi larë dhëmbët në mëngjes, kemi shkuar te dentisti për të pastruar gurzat e dhëmbëve ose për të rregulluar një dhëmballë të prishur. Njësoj mund të bëjmë edhe me mënyrën se si flasim. Të kujdesemi që të shprehim mendimet tona pa fjalë banale, pa thyer, për të patur më shumë miq rreth rrotull edhe njerëzit mos na largohen sepse fjalori ynë ban erë tepër të rëndë. Më thoni si mendoni ju, komentoni më poshtë.